Për shembull me Vjerën, Gresa? Është shumë e mirë, raport shumë i mirë, shumë respekt ndaj njëna tjetrës. A kanë fillu këto klikime me, ndoshta me humbë vlerat artistike të këngëtarëve? Po, menoj që po, paka shumë, sepse gjithçka sillet rreth klikimeve edhe apo dhez apo dhez një këngë. Asnjëherë nuk diskutohet a ka një tekst mirë, a ka një muzikë mirë ajo këngë, a ka një këngë, a është po bëhet një këngë që kena me ndëgju mas 20 vjetë, që shenë këngë, për shembull, Mora Fjallë, Kosovë Naime, Kam emrin kosovar, Xhamadani Via Via, për shembull, që janë këngë para 20 vite edhe sot kur këndohet gjithë publiku në kom. Edhe këngë tilla sot s'po bëhen, sepse ideja është veç me dhez. Me dhez, sa klikime po i bën. A jeti ndonjëherë vetë kërkuese që me risjell një këngë e cila do të mbetë gjithmonë në muzikë, apo thjesht nuk ka mo producenta që prodhojnë këngë të tilla? Po s'po di se tash kjo ideja me dhez po na ngasman krejtëve. Edhe s'po na lën. Dhe ju jeni kërkues me bë diçka komerciale për me dhez po kërkon populli. Se po kërkohet, po, edhe mandej që kjo s'po na lën me bë sene të mira. Gjana që mbesin. E kështu si vajza e shkurtës, a të vjen ndonjëherë i nati kur je prezente dhe i ndëgjon këngët e nanës në stop të i këndu dhe shfrytzu këngëtarë të tjerë? Jo, se mami e ka një qasje krejt tjetër, e mandej edhe unë përmes saj, e shoh që ajo gjithë trit i lën mja këndu këngë, i lejon dhe më thonë, asnjëherë nuk ja bllokon as kujt, edhe pse është mundësia në YouTube. A të kish pengu këngët e tua? Po tash besho prej saj që jo, sepse është mirë kur fundja bëhen këngë për me u ndëgju, për me u këndu, edhe pse jo, le të këndohen sa ma shumë, 3 reja, le të paktën po këndojnë këngë të mira. Pak është i nati sa asë nuk tysin për drejtën autorit. Po, edhe po fillojnë, po i ndryshojnë. Po e marrin një pjesë, po e kombinojnë. Qa me ndonë për këtë rend? Që po e deformojnë do shta këngë? E kjo mandej të deformimi nuk jam pro. Se me gjitha te është një këngë e bukur edhe fundja edhe prej autorit tekstit edhe të këngës nuk guxon me bo. A ndronë ti sot drejtat autoriale të këngëve tua? Sepse dikur s'kanë egzistu edhe për qatë arsye ato qarkullojnë në treg. Po, pa tjetër se kam kontrat me ata që i mirë mbaj në këngë të mija në YouTube dhe mandej ata i mbroj. Cili është momenti jëtë më i bukur edhe më i vështirë në skenë? Më i bukur, më i vështirë? Më i vështirë... Përgjithësi, kom pas fatin që kom pas momentet mira, shumë mira. Qoftë në koncerte, qoftë edhe në dasma. Se në dasma jemi gjithmonë me mamin edhe njerës që naftojnë.